Allah tire, baza, që Allahu të gjelalu. A i harroj, mreti pëllafaqohet me hondër shumë të ranë. I mlodhe të magjistarë, të mashtrusë, që kishtë ani djetarë, asni, djetë e hondër të gjallë, që vend ditët e zisë, ato shëmbeshin me lopë të dopta dhe lopë të shëndoshëm. Këto shëndoshëm hajshin të dopta, pra që të regojë se të kesh vite zi, pra vitet e bollekut, që do të mjellë që do të rrulloshin, do të bajshin gjallë të vitet e thata. Po kështu dhe ka vete, unë i diksoj gjithë, edhe shkopi unë di njëri e të më bërë këtë që i tim në. Përfundimisht është e theri i breti, thot hajde, konsultori. Ja spjegoj se çfarë do të thotë kjo që ke pa dhe çfarë do të bëjmë, i tregoj Jusufi alayhis salam. Mirë, po në këtë moment mbreti i tha orë mos kam bakë se njeriu. Atëherë merre ekonominë dhe drejtoje. Mos di varë dhe që të bëjmë me këtë lloj gjendje tha. Se si do të bëj ka gjendje tha. Me këtë fatësin, mos di çfarë të bëj tha. Si ta furnizoj, si ti mbaj njerëzit me bukur. Së ka rana herë kështu, merret i tha. Po tha, unë e marr. Nuk ndryshoi Jusufi kur ju dha pushteti. Pra, edhe ati më bërë ngeli Jusufi. Nuk ndryshoi. Edhe ajo qëllimi i jonë sot me të hype këtu është që rrethanat e jesë të bijë shumë gjama. Të bijë me të shkatru njerëzit, vëllezërit, me të dëmtohur anëra. Të ngelesh prapë njëri i shtet tek Zoti që është largu, siç i ndodhi Jusufit alayhis salam. Jo me vjetën me prapë, edhe nëse shkemi njohur jo. Të prapë të ngelesh njëri. Po të bijë i moralitet me bollek. Si që shohim sot ne. Allahu në rujtë, shumë njerëz se ju bje i moraliteti me bollek, edhe pushteti i bashkojnë bashkë. Edhe kanë thonë do të theshme, kujdes se një i pasur i ri edhe tradhtok, ndro shpi, ndro shoqnin, ndro dhe gru. Në atë që fillohen jetën e kaluan bashkë me fëmijë, me gjitha begatire zore, ja, si e modë. Kanë dalë sa tjera dhe shumë. Leki ku të qëjtë në shumë, në gjeba, me lekë, me atë dhe të merë më në prapë. Po mama ne fillohen bashkë me fëmijë, si jeti me ato njerë që rejën të shumë, nuk jeti. E të betohër Zotin, o vëzër, betohër Zotin, kujti kanë dalë të shprehje prej goje, nga ata që kanë pas të dy edhe pushtet, edhe pasuri, Allah i ka dënu. I dini ma mirë zonë. Pse? E ka mallkuar. E ka mallkuar. Një njeri po e herë në rrugë atë bashkëshortën, për shkakun e një gruaje tjetër, në dy fëmijë. Edhe atë ke porta vetë, kur po hikta ajo, pa drejtësisht i thamë ndavë. Me i thare fjallë tjera, dhe më thamë për hatër një gruaje jo të nërshme, thamë, më leje mu që jam e nërshme. Së do të më kishe bon këtë punë, me gjitha të thamë, po të thëmë pa dalë për i porta, thamë, Zoti e martë hakun tim. Vallaj. Edhe nuk shkoj gjatë, ky njeriu i manda ato se të fatat në gjetë. E ju të regon të njëtër. 2 muaj para se të fatat në gjetë. Ato që të mëzë. Edhe i thoshtë rreni pa marak se në 2 muaj jetë konë. Ja kishte prej faturën vetës. Ja preu se tha Zotë e morë hakundim, pa drejtësisht e po më nëzirë për i kësa idere. 2 fëmijë të ndurë,
edhe shkoj ke papave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, nuk ka burë më të mirë, se ai tha që e pret vajzën e tij masi e ka martu, edhe i palagje e hedhën rrugë, tha. Pa ai cili tha e bën gati çorë burë thash për mua, edhe ai cili tha e pret duke qesh, me buzë qesh. Hajde bismillah se shpej jo, dhe shëtu. Kur ai të hedhën rrugë, pasha Allahun, i piu dhe zërvatë. E qonë dhe me vrapë. Po më zëmqore ishtë asë. Ne që ka i loj efekti që vetëm a javë dhe mjeftan, nuk ka nevoj me hanën të shumë, edhe një. Pra, të dha për shteti, a i tha të shema le mund, se i marun gjithët, për Jusuf e Sëram. Edhe i mori, edhe i menajoj. Po i dul namin, në 4 anë. Në 4 anë i dul namin, se atë në Egypt ka ushqim, ka drithra, ka plot. Pra dhe shte i kalori. Atë sprovën e parë, të dytën, të hëzmeqarit në besnik, i moralit prap në besnik, të shte i mori edhe burgut në besnik, të shte doni mori për shtet. Fazë rëmë, fazë forë, fazë vështirë, fazë shumicën e njerëzve i ka rejnë, për shtetit është. Po të shte kisha dhe pasurin krejt depat të kyshi, krejt njerëzit duke shtëni durë të Jusufit. Edhe të shte morin vesh edhe të vlezrët e vetë. Dalin të kërku, të vërën. Shovin sa i pa e njohë. Ato që e kishin hedhën posë. Moshni la, merni sa të dori. Na jeni la. Jemi nga filan vend, dhe djemë të filanit, kemi pasaj vlajt tjetër, dhe boj që e vlajt gejtë. Për Jusufin për dojë. Po që i banë, e kemi mërë në postë, babën e kemi rajnë. Mashtërimet si që kishin pas, kishin ndryshohish. Mirë, edhe marë. Po thot, kur të veni herë tjetër, dhe të meri në i vla tjetër prapë. Kemi një tjetër, po kemi dhe një, thot, për nuk e morëm se ka me rakë shumë baba, thot, mos më ne e gjenë gjohë si Jusuf. Meri në dhe, thot, të meri një dritë ma shumë, thot, se sa ma shumë tini, aqë ma shumë e javë. Kjo është histori i gjatë, dhe kur vjen puna, që i veni të vlezrë, për zdyti, të shte u të shfaqë Jusufi. E majti penkën vlajnë e fundin ishte dhe kuj Benjamini, Allahot dhe kohë ishallah, me anë një metode është të dënde që të rejmë dhe, kur e morën vesh të si Jusufi e gja i pusit, po, vlaj juj, pashtë zotën i thanë, që të bëjsh me ne? Sot thë nuk ka qërtim për ju kom fazë. Sprove fort. A ke vla? A ke vla? A ke njën? Fale bro. Shive, që i kam punu? Po që i tha prap? Zote me shë o dhe vëllëzër. Tha, kam fitu dhe unë prej jushtë. Prej nesh i thënë edhe? Që të kemi hedhë në pusë? E s'ki milion gjanë për po? Po, thënë. Unë këtu thënë në këtë vend të po jetoj të shqip e Egyptë, si minister i ekonomisë, i financëve, të gjitha këj kishtë. Dhe e kanë ditë që unë jam sklav, ose jam qole, ose jam pa familje. Të s'di gjonë. Kur erdhët ju, dhe unë ju thashtë të temë vlezët e mi, edhe unë u rejta pakë. Shqipe. Me këtë u rejtë, ma ata që kishin vëllë në posë, i kishin banë atë gropët, si të thonë, edhe të shetë morën dhe se në që ka kështu nga të i rrugë të ty. Që e kemi qëtë kështu, e kemi shqit kështu, si të thonë, po që ka njëri, po që ka familje, e pas ta, që ka t'i kushtë. Edhe më dhe kërë e morën vesh të se një vlezët e mi, u krenoma i qikë me ju, tha. I jam i të nu, jeni të falë, tha. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka çliru Mekën, ishin siklet më ato që kishin dëmtuar shumë pejgamberin e Zotit, shokët ati, sahabët ati, e gjithë ato muslimanë dhe muslimanët, me të zjerën edhe një jotë. Dhe që të bëhet me ne, tha asë fjallë në Jusufit keni thënë. Që bëhet në Jusufit me vlezër dhe vetë, ato do bëjë dhe unë me Jusuf. I një të falër gjithë, ato prishin ishin strupë. Ditën e shërimit Mekës,
kështu regjim. Se që të bëmë, si të nësa këtojnë, jeni të falër do. Ata që bani Jusufi dhe me vlezën dhe vetër, do bëjë dhe unë me juve. Jusufi i fali. E theri në vetë, e theri tjatin Jakubin a.s. Edhe u bashku e gjithë familja. Pra, i ranë dorë i moraliteti, nuk pregu. Po tha, Zoti im garuj. Vëlla dhe cilin do për jush, që është balafaqu me këtë çështje, Allahu e garuj. Po i ranë dorë me qenë punëtor, nuk të radhoj, zdevijoj, me gjithë se i kishë gjithë të mira në dorë, nuk devijoj. Po dhe atë jenë burë, me të masë njëri. Edhe nuk u mërzit asë për i burgën. Rezgojnë pas ka qenë dhe burgën. Po kur mori pushtetin, absolutisht nuk devijoj. Po kur i ra pasuria, prap nuk devijoj. Jusuf ngeti, i neshëm edhe i regu. Të gjitha të sprova besoj se e ju i keni kalu, a që si ka kalu do t'i kaloj. Por, thoni o zot, na qitë faqe barë, si Jusufi a.s. Mos o të shroqër do që t'nodhi, mos o rëshqit vetën, çfarë do që t'vend sprova të mirësi, begati, mos të rathor, mos e marrë vetën, sepse ne këtë jetë vetëm i herë të mënë. Herë tjetër kemi programe tjera për Zotin. Da jemi banes varin, da jemi për para Allahut, por që të vëm 2 herë, mu kthej këtu më, që me korrigju më nuk ka. Pra çfarë bësh, por hes në rrugën e Jusufit a.s. se për Zotin, bashkë me mu, vetëm mirë ka për të ndaj. Allahu na qof në rrugën e Jusufit a.s. e tashurit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pejgamberët e Zotit, të cilët kanë me mija e miliona prova që i ka sprovu Allahu xhelle xhelaluhu.